Po më vonë duke... Çfarë t'jepte? I jepte dhimbje edhe çpime në njerë. Kur avancoj, vite më vonë pastaj, ishte një lloj se sikur të fuste njëri thikën në zorë. Edhe ta jepte krizën, ta jepte pa pandeo. E ngatroje me ndonjë gjë tjetër? Jo, nuk e ngatroje më vonë, sepse në atë kohë një miku im në barak, mund t'ja them edhe emrin, ai të Veleshnjë, ai kisha marrë në atë kohë punonte mjek, po kisha bledhe një eko me ngjyra në Gjermani. Edhe vajta, unë pata bashkëpunor me atë se kishim shumë edhe njerëz bashkë neve. Ai nga ana mjekësore dhe unë nga ana e bime mjekësore, kishim bërë disa shërime mrekulli. Që edhe shkoj tek ai, më shikon eko, edhe ai e pa për të parë. Kancerin zorë. Mbas disa vite pasaj, ajo së mundi që zgjati shërimi saj, më kapi edhe mushkërinë, më deri në trasazë mushkërinë. Gjë e cila më vështirësoi akoma më shumë punën për ta fituar atë betejë me kanceri. U friksove? Jo, nuk pata frikë asnjëherë, sepse e dija që do ta fitoja. Edhe vetëm studioja, sidomos kur doli interneti, më dha mundësinë pasaj që të studioja të gjeja shumë eksperjenca botërore në luftimin e kancerit. Edhe eksperiencë më të mirë nga ajo e ka marrë nga Breus, Rudolf Breus. Po edhe Maria Treben, të dy austriak, këta njerëz i kanë bërë një mirësi shumë madhe njerëzimit, kanë shkuar mirë edhe mirë njerëz me lloj kanceri edhe lloj sëmundje të pashëveshme. Rudolf Breus. Pse nuk besove ti te mjeku, po besove tek mjekësia popullore? Sepse padesa mjekësia ka thosht çdo vizë, çdo njeri që shkonte. Që shkonte te mjeku, edhe fjala e parë ishte ke kancer është sëmundje pashëveshme. Kështu ishte atëherë, sot unë nuk e di se çfarë emri i vënë mjekët, se si i trajtojnë njerëzit, pacientët. E kam qef të nga ana djathtë. E ke qef nga ana djathtë, nga anën e krevatit? Po, Nuk i more ilaçet? Mos mora unë trajtim asnjëherë. Kam bërë vetëm ekzaminime, po trajtim jo. Po pse refuzove trajtimet? Nuk kisha besim. Një, edhe dyta, edhe tek trajtimi i këtyre lloj sëmundjeve ato lloj trajtime kanë efekt anësore. Ndonjëherë kanë efekt anësor shumë. Po e diti që kanë vdekur njerëz nga mjekimet popullore, vetëm sepse kanë besuar që mjekimet popullore do shërojnë kancerin? Po siç kanë vdekur edhe nga mjekësia. Pse nga mjekësia s'kan vdekur? Sa të duash. Po edhe jo për raste ku mund të ketë patur shpresë. Po ajo ishte një përgjegjësi që unë mora për veten time. Nuk mora përgjegjësi për të tjerë. Çfarë thanë mjekët? Kur e thej që po ndiqe këtë kurrë? Jo, nuk e dhash llogari askujt. Çfarë kishe pjesë të rutinës tënde? Ura? Pjesë të rutinës, çfarë kishe? Si të rutinës. Çfarë bëje ti gjatë ditës? Punoja çdo ditë. Unë 10 vjet e fundit që kisha kancer, punova agronom privat 90 vjet. Punova si një ditë. Nuk e dash punën, edhe pse ato fuqit po më shteronin, unë nuk e dash punën asnjë ditë. Edhe kisha përgjegjësi të madhe se do prodhonin fitona për njerëzit, për femërët e divjaks. Po ti a më thej që bëje mjekime popullore? Po bëje mjekime popullore. Çfarë mjekimesh ndiqe? Aty, gjatë asaj kohe, mjekimet unë i bëja dhe ishin në formë çajra, edhe diete. Çajrat i merra me vete, i pija edhe mëngjese më dafë shtëpi, edhe i merra edhe me vete. Ishin 7 bimë mjekësore, të ndara në 2 grupe. Njëra ishte çaj pa mërqina zezë, për të mbrojtur mërqina zezë, edhe ato 4 të tjerët ishin çaj për të mbrojtur veshkat. Qose në trajtimin e këtyre sëmundjeve të vështira,
Ne marrim asaj dhe mbrojmë më së miri punën e mëlçisë, mëlçinë dhe zezë, edhe veç ka të suksesi vjen vetë.